Një fejzë këna bërë këmon shpekrejt. Që shkam fonë ma përpore, dasë me të pona se i di më nuk bona. Pika shkurta, mu me mund shpirtin për ta. Kështë Andres Dita në inspektor? Dijet gruja. Gruja se... Në me thonë që një 4 muj. Ma është ti kënë takimi porë ku këmë donë me të, se s'desha shka... Takimin e parë. Në isha pak i stresuar se s'desha shka me folë. Tregona... Me disponim si mulla. Shumë mirë. Simula? Kështë Andres Dita në inspektor? Dijet gruja. Gruja se ishte me dollë, si armora. Se sa ku jeni bashkë? Në me thonë që një 4 muj. 4 muj? Po. Veç në lidhje, të jeni martu... Një fejzë këna bërë këmon shpekrejt. E ke morë me sa të ranë krejt. A dhe me bo dorë së ma jetë? Ja, këmë bërë, këmë krymo. Po. A me ndën që është e kohët me bo dorë së ma dhe me hargju? Qëre, Zakon shqiptarët. e kohët nuk është, po... Që shkam fonë ma përpore, dasë me të pona se i di më nuk bona. Bravo, Allah. Të shu njëftume me ta? Po, mësite. Mësite, kush ka i mëse? E kom pas një kolegë të puna, që shto... Me që rosët e mësite, në që ta ka që dërë këtë grupë? Wallah, në jarë, halo. Halo, kur gja. A ku të që mësite, zash ka me të godit, diska, mojë mirë. Një dorë ke kotë sigurt atë. Dorë sigurt. Tregona, qysh të boni për vete jo ty? Wallah, në fond, dyqysh respekte, pak... Ka pas, diska të veçantë që ti e ke lypë që ato e ke gjete kja. Më në fond, qara busqeqa ma e veçanta. Busqeqa dhe sytë, shumë Po. i krejt. Qa ma e rëndësëshme qa jo. Po gjelozime s'juve? Jo, qfar. Heq, ja. Ti si e gjelozë? Jo, me qfar, pëse më kun gjelës. Të gëllë me dole së diçka? Jo, heq. Ja? Heq, nuk është. Nuk është as ajo asën. Kështë jem normal. Ti pas karo mirë, valla. Po, vallojnë. E aji pishmën për diçka një? Jo, pishmon nuk jam. Njetë veç për t'i shkajmë, pishmon që e ku mund ashtë një do veç se kanë meritu eq. Se kanë meritu jetë? Po. Po këtë pa irët? Po. Të aspekt dashurisë? Po. Shka ke bo? Shka ke sakrifiku vetën? Që s'ja ka vlejt? Po. Ka konë sakrifica me modhe që ke bo? A, ishte rje gotër po. Vina fillën pika të shkuda të da? Po nuk është edhe bash, kështu si detoje, po asë konë për mua dhe qaq. Sasa? A ja vlinë sakrifiku ta shprap vetën për dashuri? Tash jema, tu po. Për ta po. Jenë gjendje me, po që ka jenë gjendje me bu? Thuje njës që jenë gjendje të me bu? Do më thonë, pika shkurta, mu me mund shpirtin për ta. Shpirtin e ja për ta? Po. Edhe një në veshka, e kështë dhëmë për ta veshkën pëse, po? Jo, njën për dyjat. Dyjat, ja. Po. Qyro, muj po shumë po doj ka. Hajtë s'pile veç për qafe një herë. Mas me bëjtë s'folja. Hajtë veç për qafe një herë. Sa mirë, bre, mashallah, zotin. Fajnë dhe shumë. Cili është momenti ma i bukër dhe ma i vështirë, thuna që ke bërë? Ma i shtirë? Valla, ma i shtirë se di, ma i shtirë kënë takimi porë ku këmë donë me të, se s'desha shka... Takimin e parë. Në isha pak i stresuar se s'desha shka me folë. Adem, hera parë mo. E unë isha të që shmja njëtë ma bejtë me të. Po ta na mo ma si u qela pa. Po ma si u qelë, mirë o ke puna. Edhe ma ke krive qatrane pas ke parë. Po që shë, mërë tani mo. Për një ovë ditë për thëtë... Për një ovë u kry. Për një ovë roa. Wow. Cili roj, pore, te aja. Ja, kja hopin e parë në 2 minera. Sa mirë, mërë peprane, femna, është marrë me apë, së është marrë, që shë bujnë. Mashkullu duhet hopin e parë, që ki bëlle zoja. Ja, së është marrë heq. Ja. Ja, marrë së është heq. Shumë... A ka plëtsu që shte këtë ishtë? Po. Zoti ju rujt e ka lukë shibukar. Faleminderit shumë. Zonë ka lukë shibukar. Respekte. Respekte, faleminderit shumë. Jena shahira, kënujna në përdarsme, në pra henjë, familjarës. Dhe bashkisë më të lartë kanë dodhe kemi ortin 5.000 euro. Kemi shku një darsëm në shatin Gerikovc, edhe na qëtojë djemë dhe kemi shku kemi një darsëm tjetër kujna. Ata po thojnë mërë burë në spatën për shahira ka harën që ta. Pa që po ta s'deshnëm në pranua të tani. E thret prizreni mori shkoder, hajde të rrimë se te ka moter. Unë jam Skënder Ronshi, shatit Vranjeq. Ka një va diska këngëtarë këke? Po jam kënujna, jena shahira, kënujna në përdarsme, në pra henjë, familjarës, folklor. Na kënujna dhe popullorën herë ku të na kërkojnë publiku, po zakonisht jemi promovust folklorit ta manë burimur shqiptarë. Që sa kohë merresh me këtë profesion? Po i kemi vëlla, kemi grupin tonë, ju ku një 45 vite, po. 45 vite.
Po, kemi pasur shoqëni në fshat atje, shoqënia e Balikuçi, i antar pe themelimit të shoqërisë. Kemi kontribuar, kemi punuar para luftës, pas luftës tani jemi bërë si grup pak më ngushtë. E kemi vazhduar traditën e folklorit deri sot. Që kanë rastin më interesant që të ka ndodhur? Rasti më interesant që më ka ndodhur, Kur shku me knu. rasti më interesant që na ka ndodhur, kur kemi shkuar me knu çe po tregoj. Kemi shkuar i darshëm në fshatin Gerikovc, jemi kon në Maqetev, është një fshat malorës atje, edhe kemi pas më shumë me monusën në Gerikovc. Edhe na jemi nis pak më herët se më nis Kroshit, jemi nal diku në një kafe me pi kafe, edhe Kroshit kanë shku, edhe na ka thirrë ai zoti i darshëm ku jeni. Edhe na që të ardhjem dhe kemi shku kemi një ndarshëm tjetër kujna. Ndarshëm thuj pas. Ndarshëm thuj dhe tash kur shkum aty, ata po thojnë mor burr na spatën për shahira ka harën që ta. O jera në të mor atje në Maqetev që të mor nusi, jo më thanë atje jem tjetër kohë, tha po do jemi kthy prapë kemi shku. Se hap një ran çatë ndarshëm. Po që po ta s'deshëm na pranua aty tani. Ti që bën muni juve si grup? Jena fort grup kompakt jena në mes veti kurs kemi pas talashe, kemi pas artistin e madh të këngës edhe të folklorit, Fadel Lugazhinë kemi pas shok grupit, për fat keq vjet ka ndru jetë. Na kalon shumë keq neve, jem Gzim Loshi, që ky kolega Emrush Muça, Veçet Kolgjeci, unë Skënder Ronç jam, me harmonikë kemi një Skënder Kolgjecin, tash na ka ardhur një antar i ri pe Italisë ka dalë në pension, tash edhe ai po na bën shoqni, çështu një Las Loshi, çështu. Antari i hershëm i shoqnisë. E sa ja zhën njëri e hojrin kësaj pune? Po i drejt më të kallëzuar tash folklorit e na nuk po respektohet shumë, nuk e ka vlerën ose respektin e merituar. Tash më shumë janë dalë darsma na për ahindre, darsma na për restorane, po megjithatë prap ka nis me hi pak. Ne kena bakshishin më të lartë që e ke pas. Prej tën këty në vite. Po që po të kallëzoj bakshishin më të lartë kanë ndodhur kemi ortin 5000 euro, po ato çdo vitet e fundit, jo më herët, ka qenë pak më ndrysh. Më herët kemi shku pak pa pazar, po edhe na kanë respektuar njerëz, po me mundësia, mo tash që kohën e fundit 5000 euro kanë ndodhur kemi marr bakshish. Edhe pa kund godetën domon veç për çef, kështu. Ajo ka ndodhur me shkutën ai kush e njefshën pa pagesë. Veç Po kemi shku në shatur 80% kemi shku pa pagesë. Po pagesë. Po bojnë për çef. Na kemi hobi muzikën edhe tani kur do diçka hobi nuk të intereson pagesa. Masi pe deshe që ka që muzikën. Hajt një pjesë shkurt, një diçka. Çka po qef më të knu? Po çka ti den mas mirë? E thret Prizreni mori Shkoder, hajde të rrimë se te ka moter, mere durësin e Tiranën, se na kështu e gëzojna nonen, unë Thraspeje dhe Gjakov, o Drenic Llape dhe Rugov, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, vjen Gilani, vjen Prishtina, lumet na zboshku do të rrina. E valla alku, valla bre pas. Falenderit për respektin. Valla alku. Ha, suari kanë se për mene. O, suare ka është këto, Zvicra.